Qëllimi I kësaj konference është informimi për publikun mbi punën, aktivitetet, rezultatet e arritura gjatë vitit 2025, gjithashtu do t'i ndajmë edhe sfidat dhe prioritetet për të ardhmen. Gjatë këtij viti kemi realizuar një sër aktivitetesh të rëndësishme që kanë kontribuar në përmbushjen e objektivave tona dhe në përmirësimin e vazhdueshëm të performancës. Në vijim do t'ju prezantojmë në mënyrë të përmbledhur pikat kryesore të aktiviteteve. Sa I përket dokumentacionit për rritjen e gatishmërisë kombëtare ndaj fatkeqësive natyrore janë realizuar këto: miratimi I programit të ushtrimeve dhe vlerësimi I gatishmërisë kombëtare, hartimi I 5 kornizave kombëtare në fushat e parandalimit, mbrojtjes, zbutjes, reagimit dhe rimëkëmbjes, hartimi I dokumentit të vlerësimit të rrezikut nga fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë tjera, hartimi I 15 funksioneve mbështetëse sipas planit të reagimit kombëtar, hartimi I planit të integritetit, hartimi I planit të performancës, gjithashtu zbatimi I planit të veprimit të strategjisë shtetërore për zvoglimin e rrezikut nga fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë tjera, miratimi I projektit për themelimin e njësive të reja të kërkim shpëtimit. Sa I përket koordinimit dhe reagimit, Agjencia e Menaxhimit Emergjent përmes qendrave operative emergjente 112 dhe qendrës kryesore operative të agjencisë, vazhdimisht pa ndërprerje 24 orë 7 ditë javës kanë vazhduar me pranuthirrje emergjente dhe I kanë koordinuar veprimet me institucionet relevante, duke reflektuar në rëndësinë e koordinimit dhe reagimit të shpejtë institucional. Siç jeni të njoftuar, gjatë kësaj vere, sidomos kemi pasur një situatë të rëndë, duke përfshirë zjarret, dhe ne do t'ju informojmë edhe me numrin e intervenimeve të përgjithshme, por edhe veçanërisht ato të zjarreve. Njësitë profesionale të zjarrfikës dhe shpëtimit kanë realizuar gjatë vitit 2025 15.137 intervenime. Nga ato 11.466 kanë qenë intervenime në zjarre. Periudha më e ndjeshme e këtij viti ka qenë në muajt korrik, gusht dhe shtator, ku kanë qenë 7.091 intervenime në zjarre. Kemi pasur 320 intervenime në rast vërshimesh dhe thithje uji, 272 intervenime në aksidente rrugore, 2983 intervenime teknike dhe shërbime të ndryshme, ndërsa sa I përket zjarreve I kemi nda edhe me numër sipas regjioneve. Prishtina është regioni më I prekur nga zjarret, ku numri I përgjithshëm I zjarreve ka qenë 3669 zjarre, pason Mitrovica e dyta me 2034 zjarre, Gjilani 1629, Ferizaj me 1299, Gjakova me 1059, Prizreni me 984 dhe Peja me 792 zjarre. Nëse e krahasojmë vitin 2024 me vitin 2025, e kemi një rritje të numrit të intervenimeve dhe numrit të zjarreve. Në vitin 2024 kanë qenë gjithsej 13.364 intervenime, prej tyre kanë qenë 10.508 zjarre. Ndërsa në vitin 2025, prej 15.137 intervenimeve, prej tyre 11.466 zjarre, pa shifet një rritje intervenime afërsisht 2.000 intervenime, ndërsa afër 1.000 zjarre më shumë gjatë vitit 2025. Agjencia e Menaxhimit Emergjent në fushveprimin e saj ka vazhduar edhe me inspektimet të rregullta, të jashtëzakonshme dhe verifikuese, ku kemi pasur gjithsej 127 inspektime, kryesisht në objekte dhe biznese ku ka frekuentim të lartë të njerëzve.
45 inspektime kanë qenë të rregullta, 44 inspektime verifikuese dhe 38 inspektime të jashtëzakonshme. Në fushën e parandalimit kemi realizuar fushatën vlerësuese java AMS, ku për një javë me plot aktivitete i kemi prek çdo shkollë të Republikës së Kosovës, kemi mbajt ligjërata, kemi shkepur broshura, kemi pas takime me institucionet dhe gjitha aktivitetet nga fushëveprimi i AMS janë realizuar gjatë kësaj jave vlerësuese. Gjithashtu kemi rritur edhe bashkëpunim me nivelin lokal, ku për herë të parë janë dizajnuar mostrat e unifikuara për vlerësimin e rrezikut dhe hartimin e planit reagimit emergjent, ku gjithashtu ju kemi ofruar edhe ndihmë komunave në hartimin e vlerësimit të rrezikut. Në vazhdimsi kemi publikuar njoftimet, apelet për rritjen e rrezikut nga zjarret, vërshimet, erat e forta, shtrëngatat dhe temperaturat e larta. Janë mbajtur aktivitetet informuese lidhur me rëndësinë e numrit emergjent 112. Gjithashtu, përmes sistemit të e-pëlqimeve janë lëshuar 731 pëlqime në lokacione dhe dokumentacion investivo-teknik dhe janë dhënë 32 leje lidhur me kushtet e avancimit për mbrojtjen nga zjarri. Sa i përket bashkëpunimit ndërinstitucional, kemi pasur bashkëpunim shumë të mirë, sidomos me institucionet e sigurisë, dhe veçanërisht do të thotë kemi pasur koordinim të shkëlqyeshëm me Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe me Policinë e Kosovës. Kemi vazhduar bashkëpunimin me drejtoritë për mbrojtje dhe shpëtim në nivele komunale. I kemi nënshtruar 2 marrëveshje me shoqatat vullnetare, me shoqatën e Kosovës për kërkim shpëtim dhe shërbimin e kërkim shpëtimit malor. Gjithashtu, agjencia në kuadër të mandatit të saj edhe e ka udhëhequr Komisionin Qendror për vlerësimin e dëmeve nga fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë tjera. Në aspektin e bashkëpunimit ndërkombëtar kemi shënuar progres të konsiderueshëm, ku kemi finalizuar procesin e vlerësimit sistemit mbrojtjes civile nga Komisioni Evropian përmes projektit peer review. Kemi zbatuar projektet IPA Care, IPA Multi-Study Country edhe IPA OSA. Pritet edhe furnizimi, do të thotë nga projekti IPA Care, pritet edhe furnizimi edhe me pajisje në kuadër me pajisje për kërkim shpëtim urban, dikon vlera afër 900.000 euro. Kemi zbatuar projektet TAF1 dhe TAF2 të financuar nga Komisioni Evropian dhe të zbatuar nga Banka Botërore dhe Fondi Global për reduktim të rrezikut dhe rimëkëmbje nga fatkeqësitë. Kemi përfunduar vlerësimin e sistemit komunikimit emergjent 112 dhe mbështetjen për gjeneratën e arshme të këtij sistemi, gjithmonë do thotë me standardet më të avancuara. Kemi aplikuar në thirrjet e mekanizmit evropian për mbrojtjen civile CAP. Kemi aplikuar në thirrjen IPA për bashkëpunim ndërkufitar me Shqipërinë. Kemi bashkëpunim me agjencinë japoneze për bashkëpunim ndërkombëtar JICA, ku agjencia vetëm ka qenë fituese e projektit NFIST, që është sistemi paralajmërimit hershëm dhe për menaxhimin e zjarreve pyjore. Mirëpo tani e kemi nënshtruar edhe fazën e dytë për avancimin e këtij sistemi, duke përfshirë edhe fatkeqësitë tjera. Sa i përket aspektit gjatë vitit 2025, i kemi pajisë zjarrfiksit me uniforma për mbrojtje nga zjarri, i kemi pajisë zjarrfiksit me aparate për frymarrje, ka përfunduar procesi dhe janë bërë blerja e uniformave punës për të gjithë zjarrfiksit e Republikës, i kemi furnizuar me automjete operative në kontratën 2024-26 5.2 milion euro, ndërsa kemi planifikuar buxhet për vitin 2026-2028 avër 7.7 milion euro. Gjithashtu kemi investuar në objekte për cilësit të qendrës trajnimeve të AMS dhe rregullimin e hapësirave të AMS. Janë rekrutuar 56 zjarrfiks të rinj dhe për herë të parë janë organizuar kontrollet mjekësore për të gjithë zjarrfiksit e Republikës së Kosovës.
Në kuadër të planit të trajnimeve kemi pasur progres, janë trajnuar gjithsej 450 pjesëmarrës. Në vitin 2025 kemi hapur qendrën e trajnimeve për kërkim shpëtim në Zubin Potok, ku janë realizuar 25 trajnime dhe janë trajnuar 272 pjesëtarë në kërkim shpëtim në ujë me barka. Në qendrën e ushtrimeve të integruara të AMS janë trajnuar 178 pjesëmarrës në trajnime të ndryshme në fushat e menaxhimit të emergjencave. Gjithashtu, gjatë vitit 2025 kemi marrë edhe pjesë në ushtrimin ndërkombëtar fushor në Shqipëri, Float North Albania me 16 pjesëtarë. Sa i përket rrugës përpara, domethënë synimi jonë dhe objektivat tona për vitin 2026 janë forcimi i kapaciteteve reaguese në pajisje, infrastrukturë dhe në rritje të numrit të zjarrfikësve, hartimi dhe përditësimi i akteve ligjore dhe nënligjore nga fushveprimi AMS, duke përfshirë centralizimin e njësive profesionale të zjarrfikës dhe shpëtimit. Kjo është shumë e rëndësishme dhe me potencu, sepse gjithmonë kur ngrihen pyetjet, do të thotë pse agjencia nuk po rekruton staf mjaftueshëm për të plotësuar numrin sipas standardeve, duhet ta potencojmë, do të thotë se kompetencat për zjarrfike janë ende të duplifikuara. Do të thotë zjarrfikësit janë stafi i agjencisë, por menaxhohen nga agjencia dhe komuna. E çka është më e rëndësishme, pjesa kryesore është buxheti, ku buxheti për paga, modra shërbime, orë shtesë, gjitha servisin të automjeteve, buxheti dërgohet në komuna. Dhe sa i përket numrit të zjarrfikësve, ne nuk mund të rekrutojmë asnjë pozitë pa ardhur kërkesa nga komuna dhe pa e deklaruar disponueshmërinë e mjeteve për ato pozita. Kështu që mbesim dhe me shpresë që komuna do të ofrojnë vende dhe disponueshmëri që ne të mund të rekrutojmë zjarrfikës më shumë. Mirë po, këtë problematikë e kemi ngrit edhe e kemi inicu me plotësu ndryshim ligjin për zjarrfikje dhe shpëtim, ku pritet të ndryshohet dhe zjarrfikësit pritet të centralizohen, të dalin domosdoshmë komplet në agjenci. Kemi intensifikuar përpjekjet për antarësimin e Kosovës në mekanizmin evropian të mbrojtjes civile, kemi pas takime, jemi duke shkëmbyer dokumentacionin dhe presim që të kemi lëvizje në këtë drejtim. Presim do thotë që t'i hartojmë dhe ta miratojmë dokumentin strategjik qëllimi kombëtar i gatishmërisë, e cila do të jetë një udhërrëfyes për gjithë dokumentacionin dhe për gjithë institucionet e sigurisë se si të veprojmë. Gjithashtu kemi planifikuar një ushtrim të madh fushor gjatë vitit 2026 në shkallë të gjerë për të testuar kapacitetet reaguese së bashku me gjitha institucionet e sigurisë. Gjithashtu si objektivi jonë është edhe ngritja e njësive të reja të kërkim shpëtimit, siç janë ato kërkim shpëtimi urban dhe materiale të rrezikshme, kërkim shpëtim në ujëra dhe kërkim shpëtim në male, sipas standardeve të mekanizmit evropian të mbrojtjes civile. Gjithashtu synojmë që të rrisim kapacitet profesionale të stafit përmes trajnimeve, certifikimeve të specializuara. Do të vazhdojmë me zhvillimin e planeve të gatshmërisë, reagimit për rreziqet kryesore në nivel kombëtar. Do të vazhdojmë me modernizimin e pajisjeve dhe mjeteve operative për kërkim shpëtim, rritja dhe ndërgjegjësimi i publikut për parandalim dhe menaxhim të emergjencave. Do thotë kjo është një fushë e veçantë ku do të fokusohemi shumë në vedisim të qytetarëve. Dhe e fundit do thotë forcimi i bashkëpunimit me partnerët ndërkombëtar dhe organizata tjera relevante të mbrojtjes civile. Kjo ishte një përmbledhje e aktiviteteve kryesore, normal që kemi pas shumë aktivitete tjera, mirë po ne i kemi shkëput aktivitetet kryesore, ku agjencia ka shënuar një progres, qoftë në modernizim, qoftë në pajisje, por çka është më e rëndësishmja prej gjithë asaj, që menaxhimin e situatës që e ka realizuar Agjencia e Menaxhimit Emergjent me njësitë profesionale të zjarrfikës, do thotë ka qenë një menaxhim shumë i suksesshëm dhe mundem me thonë, do thotë që për nga numri i zjarreve të shkaktuara dhe në krahasim me kapacitetet reaguese, jemi ndër vendet më të suksesshme që kemi menaxhuar situatën me zjarre.